Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të ndodhë së shpejti bashkimi juaj përfundimtar, pra një çift, keni një lidhje në largësi, dhe shikojmë, do të ndodhë së shpejti bashkimi juaj përfundimtar? Një lajm i shpejt vjen drejt jush. Jeni të rrethuar nga njerëz të vegjël, jeni një person shumë human, personi i zemrës tuaj është një person shumë human. Ju jeni femra e tij e fshet. Jeni shumë të dashuruar, keni një dashuri dhe një pasion me njëri tjetrin, shumë shpejt princi juaj do të sjellë këto lajme, këto mesazhe në këtë kupë të argjënt, sepse ju jeni pak e mërzitur, e lidhur pak me litar, por duhet i flisni intuitës tuaj të brendshme për të hequr litarët dhe fashën. Do të keni një ringjallje, pra, do të bëhet një transformim i të shkuar, do të largohet të shkuara me gjëra jo të mira dhe do të hyjë shpikalit për të kaluar drejt gjërave të reja, marrëdhënieve të reja. Princi jot vjen së shpejti për të dhënë këtë lajm përfundimtar. Keni pasur probleme në çift nga njerëz të jashtëm, por ti je për këtë mashkull perandorja e karrocës së tij, e jetës së tij. Je një femër e realizuar. Në dorën tënde do të vi ky lajm përfundimtar për një bashkim të shpejti. Ky person është person shumë intelekt, i lënduar, ka marrë lëndime në jetën e tij, por shumë shpejt ky i hyp në kalit dhe vjen drejt jush për të bërë, dhe pse është i gëzuar në këtë marrëdhënie, është i vetmuar dhe ty të shikon si një dritë në jetën e tij, në vetminë e tij, është person shumë i drejtë dhe do së shpejti bashkimin me ju. Është një person që merr vendimin dhe komandën për të bërë këtë bashkim midis jush. Shumë shpejt do të ketë një bashkim. Me kë rezonon kjo energji, me kë shenjë, me kë gërm dhe me kë shenjë. Pra, kemi gërmat, me kë rezonon, me gërmën T, me gërmën D, gërmën P, gërmën J, gërmën B, gërmën A dhe gërmën U. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me binjakët, me peshqit, me luanin, me akrepin, me brisjapin dhe me dashin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.